Ne nuk duhet të jemi ata të cilët vendosin për fatin e këtyre këtu në Kosovë, e njerëzve tonë, e familjeve tonë, dhe ne duhet të jemi vetëm shtys nga jashtë, që ju ndihmojmë as sa ke mundësi me ju ndihmu, do të votojmë ata për të cilët kanë dhënë jetën për liri, kanë kontribu për këtë vend, secili që ka kontribu për këtë vend dhe gjendet në listën e votuesve, sigurisht do të votojmë për ta. Më vjen shumë keq, kam prit shumë nga kjo qeveri, duke bazuar në premtimet e saj, por fatkeqësisht nuk ka ndodhur kjo. Prej cilit shtet na keni ardhur? Nga Zvicra. A vini shpesh këtu dhe cila është arsyeja që ju keni ardhur? Po arsyeja është, kjo është vendlindja ynë, është atë dheu ynë, mezi s'kemi prit ta shohim të lirë, dhe kemi familjar të afër, gjithë jem të lidhur emocionalisht, si mërgjimtar, dhe për shkak të dhe dashurisë natyrisht. Do të thotë, keni ardhur për me i vizitu familjarët apo edhe për zgjedhja? Kemi ardhur edhe me vizitu familjarët, edhe me vizitu atë dheun, edhe për zgjedhje, pse jo. A keni mendon të dielën me votua dhe ka ne votone? Po pa tjetër që do të dalëm me votua, do të votojmë ata për cilët kanë dhënë jetën për liri, kanë kontribu për këtë vend, secili që ka kontribu për këtë vend dhe gjendet në listën e votuesve, sigurisht do të votojmë për ta. Për ata që mendojmë se Kosovën duhet ta çojnë përpara dhe duhet t'i shtyjnë proceset përpara, sepse ne lirinë e kemi fituar, por shtetbërjen e kemi ende të brisht. Prandaj nuk kem kohë për të humbur, dhe Kosova ka nevojë sa më shpejt për konsolidim, ka nevojë për institucionet cilat këtë popull e ngrisin dhe bëjnë të lumtur dhe bëjnë krah me popull tjerë të shtetëve të përparume. Sigurisht që ata të cilët e kanë bërë lirin, ata të cilët kanë kontribuar për lirin, ata të cilët janë miq tanë, cilët na kanë ndihmuar për të liruar, sepse dihet se ne kapacitetet i kemi pas të vogla, ndërsa dëshirën e kemi pas të madhe, dhe asnjëherë nuk jemi pajtuar me robërinë, por pa ndihmën e miqve tanë nuk kishim mujt mu shtëru, dhe gjithë ata të cilët krah për krah me miq tanë, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me miq tjerë që i kemi, kanë koordinim, kanë bashkëpunim për ta shtyrë vendin përpara, ne do të votojmë për ta. Shiqa, pa dasht për të bërë propagandë, unë mendoj se nuk këto 6 vite janë vite të cilat nuk ka progres në asnjë sferë, sidomos në sferën e arsimit, të shëndetësisë. Për infrastrukturë nuk po folim fare, kjo infrastrukturë e cila ka qenë përpara është edhe sot, nuk ka ndryshuar fare që 6 vite. Ma shumë ka propagandë e ma shumë ka meglamoni se sa që ka punë dhe që shihet puna. Më vjen shumë keq, kam prit shumë nga kjo qeveri, duke bazuar në premtimet e saj, por fatkeqësisht nuk ka ndodhur kjo. Arsyet janë të shumta, unë nuk jam nga ata të cilët akuzojnë njerëz se janë të lidhur me këte ose me atë, siç nuk e akuzoj as këte, mirë po veprimet cilat po bëhen nuk janë të mirën e Kosovës, prandaj unë mendoj se duhet ndryshojnë qasin secili i cili vjen në qeveri. Uroj që këto zgjedhje të kalojnë mirë, uroj që të fitojnë ata që janë më të mirët, uroj që të fitojnë ata të cilët në vend të fjalëve kanë punë, e jo ata të cilët në vend të punëve kanë fjalë. Prandaj edhe në qeveritar edhe në gatrestar nuk kem nevojë, ose duhet jetë gatrestar ose duhet jetë qeveritar, edhe njeri cili ma tepër merret me unën retorike se sa me unën praktike, edhe kjo nuk i duhet Kosovës. Kosovës i duhen njerëz praktik, njerëz të cilët dinë me qeverisë, njerëz të cilët
kanë përvojë në qeverisje, njerëz të cilët në Perëndim nuk vinë vetëm për të bërë fushat, por në Perëndim vinë për t'i marrur përvojat e Perëndimit, ato të cilat Perëndimi i ka si vlera dhe ato të cilët ato shtete kanë ecë. Por ndryshe vetëm kohët fushatës, unë mendoj se nuk i bën der askujt. Mërgjimtarët nuk duhet manipulohen, i lutem të gjithë mërgjimtarët të analizojnë mirë, vota është arma legale për të cilën njeriu nuk bën përgjegjësi, në qoftë se dikan e ul, në qoftë se dikan erxhon nga pushteti, apo në qoftë se dikan e vën në pushtet. Prandaj i lutem të gjithë mërgjimtarët të votojnë dhe të analizojnë mirë. Ne nuk duhet të jemi ata të cilët vendosin për fatin e këtyre këtu në Kosovë, e njerëzve tonë, e familjeve tonë, dhe ne duhet të jemi vetëm shtys nga jashtë, t'ju ndihmojmë aq sa ke mundësi me ju ndihmu me përvojat tona, me ato të cilat kemi pa në Perëndim, me zhvillimin dhe me të gjitha ato të cilat jemi brymues atje, ti ndihmojmë këtij veni, ti ndihmojmë këtij popullit, sepse është populli i vujtur dhe kaq. Uroj që zgjedhjet të jenë qeta, të lira, demokratike dhe uroj që të fitojnë më të mirë.